Përshëndetje të gjithëve, sot kemi makinë shumë të veçantë, është Range Rover versioni L405, po nuk është standard si gjithë tjerat. Ky është version SV, edhe përveç se është SV, është 4.4 naft, tregu zviceran, ka pas ca modele të veçanta që si ka pas pjesa tjetër e botës. Normal SV autobiografi jo i thjesht. Të shik, kjo nuk është standard e komplet, si janë bo ca gjona, do na thot edhe Kledi që ka bo. Kjo ka ngjyrën 2 ton, Kledi do këta e keni bo vetë, jo apo? Pjesën poshtë vetë. Po, pjesën ka qenë e zezë vetë. Po, ngjyrën ka origjinale. Po, kurse poshtë e keni lyju, shumë bukur. Rosell Red. Si ajo, është ngjyrë tamam me Range Roverit kjo. Po pra, diset i ka pas vetë kjo të CV-s. Fenerat të para janë vut faceliftit. Edhe mrapa i kishte dritat e veta. Gomat Michelin gjitha. Normalisht nuk është për të kursyer Range Roveri, nuk është për t'i vu goma kineze. Marmitat shumë bukur fix. Stopat më mirë që keni rrit veta. Super, shumë e bukur. Le të flasim për një problem që e has çdo kush që kërkon të blejë makinë në Shqipëri. Supozojmë e di ç'a modeli do marrësh, i di gjitha specifikat, ç'a ngjyre do, ç'a motori. Në momentin që futesh për të kërku makinën që do ti, me ato parametra, je i detyruar të rish pafundësisht në për Instagram dhe TikTok, duke bo scroll, që të gjesh makinën që do, për me opsione të ndryshme, sepse janë gjitha videot e shpërndame. Zgjidhja për këtë problem, tani është bërë shumë e thjesht me aplikacionin AutoShip. Ta shohim bashkë se si funksionon. AutoShip ka mbi 500 makina që postohen çdo ditë dhe mbi 80.000 makina në total. Tani, për të kërku makinën që duam, më efton të gjejmë markën, modelin, vitin, pastaj kemi edhe çmim maksimal, çmim minimal, kambion, karburantin, që të gjitha, i ka gjitha opsionet për të filtruar sa më shumë që të gjesh vetëm makinën që do, edhe ngjyrën me dash, nëse do vetëm zezë, e shtyp vetëm zezë, dalin vetëm makina të zeza, edhe pastaj kërkojmë. Tani për shembull ne po shohim vetëm Range Rover Z që janë mbi 2014-ën. Për të pa gjithë këto Range Roverat që na kanë dalë tash këtu në Instagram në përpostimet e tyre individuale, do të humësh 2-3 orë kohë edhe ndoshta nuk i gjen dot gjitha. Kurse këtë aplikacioni AutoShip me një klikim ti filtron gjitha edhe ti mundesh me krahasu cila është më e mirë, cila e vlen raport me çmimin që kanë, edhe vendos vetë më kollaj. Te linku poshtë në description, thjesht mund të klikoni, u hapet për të shkarkuar aplikacionin AutoShip edhe për Android edhe për iOS, edhe mund t'ja nisni direkt pastaj për të gjetë makinën tuaj. Kjo është edhe motori, 4.4 V8 biturbo, si që tham, 320 kuaj, 700 Nm tork, super bish, kjo është më i forti i kësaj gjeneratit paktën. Normal edhe kjo duhet me abo ato shërbimet e veta në kohë, po për qenë është super motor. Ka pas 3000 naft, si që tham V6-ën, ata janë më dobët, është 3000 supercharged benzin dhe 5000 supercharged benzin, paka shumë njëti motorën ato njëti blok, thjesht si kanë vu 2 pistona ato, se kanë përdor aty ke 3000, ka ato pastaj më i mirë është me mor 500, merr që merr, po më i mirë i kësaj gjenerate ky është 4.4. Interiori i kësaj është shumë i bukur. Do na thotë Kledi edhe gjonat që kanë ndryshuar këtu, ka bërë ca gjona të lezetshme. Paktën është shtuar LED interiori. Po. Do të thonë që ka origjinal nga fabrika, po ne kemi avon ca detaje më shumë, siç janë boxet, siç është ky shiriti këtu. Tash normalisht se ndilet me memorie, s'bot fjalë që i kanë edhe më të thjeshtat. Kjo është me audio Meridian, këto janë këto kontrollerat e xhamave, duket te pllaka autobiografi, pedana që futet kur mbyllet dera, hapet kur hap derën. Normal sendilet elektrike me lëvizje, me fryrje, me çfryrje, me gjitha, kjo e ka edhe me masazh. Autobiografi edhe te sedilja e qepme. Këto ishin detaj që ma tha Kledi se disha edhe kjo autobiografia i pasa ndryshe këto rrotullat këtu. Timonin me ngroje, normal. Dyrt me thithje normalisht. Ta nezim crosscode-in. Tanë me ekran LCD, kanë pasi tip mini facelifti në 2017-ën, po kësa janë ndru komplet edhe janë bo versioni i ri, edhe e klimës, facelifti mod që është bo në 2018-ën, është ndru dhe kjo e klimës janë ndru gjitha, kontrollohen me buton, edhe këto butonat që kontrollohen këtu janë bo me touch si facelifti, komplet si modeli ri, shumë interior i bukur. Ndër makinat më luksoze është shumë e pastër, ka edhe këtë veni për cup holder këtu. Sedilet ngrohe ftoje normal, edhe me masazh. Kjo pjesa që është ndru, që është bëm interior light. Lart nuk është ka alkantara si për tapicerin, po e ka lëkur me qepje.
Këto janë detaje që pak makina i kanë, edhe kjo është një ndër ato. Njëtat opsione pastaj prap edhe të krahu i pasagjerit. Këtu është edhe për televiz se dilën para, për më shumë vend për bosin që do rrijem mrapa. Edhe mrapa, ku është veni kryesor. Që qa perle është sa e bukur. Ka box edhe këtu se kjo është Meridian Surround Sound, jo Meridian baza, më i larti. Tash këtu pastaj kemi tavolinat. Me këte ke për iPad. Për ta fiksu, po sa mirë ku i kanë menu për ta vuar iPadin aty. Këtu ndes frigoriferin për shampanja. Kanë menu këta. Po ky ndriçimi mrena, ky ka qenë. Origjinali. Ky është origjinali. Sa bukur fiks e kanë gjatë me ngjyrën lart. Edhe ai është viveti? Jo, është e vona. Po, s'duket fare si më qenë i vumë, si origjinal Janë duket. marrë cilësi të mira. Tu ka multimedian, kufjet për me vu USB, me lidh të gjonat e DVD-s. Pulti televizorave, për këto cup holder. Pastaj këtu është vendi që mbyllen tavolinat. Për shembull, se këta janë gjitha elektrike. Shy. Edhe i brabës si ka pas elektrike. Madje edhe kapaku këtu është elektrik. Ta shohim mirë. Hajde. Pastaj thonë janë defektoz Range Roverat, po. Shisa gjona kanë ato, gjej Toyota Land Cruiser që i ka këto, që janë të forta. Vetëm kjo pjesa këtu ka më shumë opsione sekret Land Cruiseri. Ka më shumë kabla që lëvizin. Te Land Cruiser se mundu t'i vjen as poça ksenë. Po, te Land Cruiseri se mënu për shumë gjona. Te masazhet. Masazhi. Dhe kjo është pjesa ku ti dëshiron pastaj. Për ta ngrejt për ta ul masazhin. Po, ke poshtë ose lart. Shumë mjet. Ti pastaj komandon me DVD-n, normalisht. Klimën me 4 zone? Është Gjitha detaj, po vetëm pjesa e qepjes lart, s'di, ona e Bentley mund të ketë, se këto tjerat. Për këto gjona kushto. Se kjo është fully loaded me gjitha opsionet, se këto mund të fillojnë që 89 euro, për kjo është ku 180, kur është specifiku ma mërmeja. Edhe këtë pjesën anësore, që zakonisht nuk mundohen fort të prodhuesit e makinave, vend plastike, kjo e ka lëkurë. Ajo po. Edhe këtu poshtë, edhe aty. Preke. Ua. Zakonisht edhe të sëja filloj bje kualiteti, sa më poshtë ulesh e len plastika ato. Kurse në lekt, këtu kanë bo tamam. Edhe bagazhi, normal, që e ka split. Edhe pjesën mrapa e ka lëkur, mrapa së dilis. Normalisht nuk e kanë gjithë Range Rover ata, po kjo e ka. Me i qepi. Tani do e marrim gjyra këtë makinën që e kritikonit gjithë. Ky tashi Range Roveri L405, që e kritikojnë gjithë, jo s'boj, jo është defektoz, jo të lën rrugë. Kjo mund t'jetë makina më luksoze në rrugë për çmimin. Kjo është më poshtë se Bentley Bentayga dhe Rolls-Royce Cullinan, normal si çmim. Po sira ati është paka shumë në ato nivele, sidomos versioni SV autobiografia, qa rrugësh kena këtu, si një gjë fare. Shumë makine mirë. Tashi, këto kanë dalë me lloj opsionesh edhe për motorrat, duke nisë nga 3000-shi, që ka qenë me 250 kuaj në fillim, pastaj me 300 naftës, pastaj ka pas atë që ja ka bo pak atë namin e keq, po pastaj duke kalu ke 4.4-shi, që ka kjo naftë, 320 kuaj 700 Newton për metër, ka qenë si sweet spoti, si opsioni më i mirë i mundshëm, ky është. Çdo motor, ai tank me qenë prishet, motori tankut prishet. Po e bën mirë mbajtjen kohë, po e nejtet e kokat, ja bësh shërbimet me vajt cilësore, filtrat ja morësh të mira, mos ta abuzosh. Normal s'do ketë probleme. Kjo ka gati 200.000 kilometra, është akull mrena. Domethënë build quality-n, cilësinë që i kanë bëu i ka super të lartë, duket sikur është makinë e re, sikur ka i vit që ka dalë. Madje kjo lloj serie, se kjo ka dalë në 2012-ën, për herë të parë, edhe nga jashtë kur e shef duket si makinë e re. Nuk duket si makinë që ka 13 vjet, si dizajn 13 vjeçar. Se edhe modeli i fundit gati kështu është, pak gjona i kanë ndryshuar. Kështu që domethënë ka i gjotë mirë kjo. Edhe për test hec,
Se mos ku 4.4, po këtu jenë si në varë, kja, kaloj Rio, tash i soj duket. Shumë e rehatshme. Po, llogarit bëhen kur e ble makinën, jo fix sa lek kom, aq lek ta blej. Sidomos për makinat e luksit, duhet milon i 3, i 4, i 5, për çfarë do rasti se tash janë makinat komplikume. E pat mrapa se sa gjona ka, se sa pjesë lëviz se ka. Normal asaj Toyotës nuk i prishet ajo që ftof gotat mrapa, se nuk ka nga ajo që ftof gotat mrapa. Ose nuk i prishen turbot, se s'ka turbo, e dihet. Kjo është me 2, normal që mundësia për t'ju prish në gjë është më modhe, po nuk është për këdo. Po për atë Robin që vlerëso luksin, vlerëso pozicionin komanduese, të kesh autoritetin, statusin që t'jep kjo, se që kur hyp mrena, me këtë ta hapin rrugën. T'len me u fut i pari. Më thonë, ka shumë faktorë që ndikojnë. Jo vetëm me ta defektoze bojnë t'len rrugë, s'është për fakira kjo makinë, kjo është për dikë që di me vlerësu e di çfarë do. Ka gjitha tjera të mira pastaj. Për rrugë gjata, s'pyet fare. Nuk është se harxhon shumë, ma meja me këtë bojimi kilometra me i serbrator po të kesh autostradë. Edhe se një fare. 4 sedilet masazh, të 4 me ftoje, se ngrojes bot fjalë, timon me ngroje. Gjitha. Kjo është edhe me link keep assist që ma gjitha çka kanë makinat e reja i kanë në kjo. Po kryesorja kjo rahatia që t'jep, komforti. To kanë pas edhe motora benzin, 3 benzin supercharged edhe 5, po 3 herë s'ja vle, se do të shpenzoje shumë më pak. Nëse do benzin, merre 5 më mirë edhe shnet, s'do kursesh në gjë të modhe. Shumë e rastshme, çfarë pozicioni komandues ka kjo. I pari i rrugës. Po ka shit shumë Range Rover, tash gjithë i duan luks po forestradë, se gjithë janë kthyer nga forestradët, s'po shet edhe s-ja moj soj si përpara, as ateta s'po shet mos si përpara. Më shumë po të shet GLS Maybach, kur e provo, nuk e shat do të mo. Ka të justifikume ajo, gjonat, shërbimet, gjonat, shifet që të ofro. Por është Land Cruiser Prado. 2008. Po, ato bëjnë 15.000 euro. Ose edhe Trion më dhe Lexusin, më para morë një Range Rover, këte njëjtit vit. Po jo, po bëjnë shumë shtrenjtë, më mirë janë ndaj ato lek diferencë për shërbime, për pak të nëhes me Range Rover edhe. Çfarë ke pas, 570? 570, edhe shumë i mirë, po themi motor kam i fort, po më mërzitim ato suspensionin. Ato i kanë më ajër ato? Veç kësaj, jo, këto i kanë me amortizator me vaj. Dhe i kanë goxha të shtrenjta dhe përveç kësaj s'ka pjesë. Të rova dhe më thonë, arxova shumë lekë për të riperu. Po s'ka në super luks mu, edhe Lexus, kur s'ka shumë as Lexus i llogarit e Land Cruiser. Po kjo drejta që ka shku mirë. Që keni pas shpesh 4x4, se këto janë më të forta, ta bëjë, 4x4 është. Ty se kjo Range kena pas zhëlloj motorin. Po, 4x4 është fix. Se edhe me 5.000-shin, për shpejtësi normali as nuk i dallon nga gjomë rrezik duket më i shpejt 4x4, se ka tork. Të përgjigjet shumë. Ai vetëm zhurmën e ka, ai edhe shpejtësi të lartë. Se kështu normalisht trafik normal e kështu më dhon nga po siç e folëm edhe shpart në Range mos më duket ajo lloj makine shpejtësie. Po, s'është bo për. Pagush argjimin aty dhe motori për të Range. Fix. Tash do e shohim edhe në perspektivë tjetër, në rolin e pasagjerit mrapa, se kjo makinë nuk është vetëm për shoferin, po kur është autobiografisë së vë si puna kësaj, probabiliteti është që ka i shoferaj Bobi që ka bli pronari parë, se pastaj tu fillu tu ndru pronare të ra net worthi, s'ni gjo as si gjo fare, mikrofoni nezë është dhe ngjoni dhiu se qa mund të ngjosh, qa së ngjo. Hapësirë sa të dush, ka këto kokat mrapa shumë të rehatshme, masazhin e ve kur dush, edhe zgjedh qa pjesë me të bëjë masazh. Po pjena e gotë të ishte? Po, tamam. Kamal, mos na plas këtë xhamin lart dhe shampanjë kur tapet, duhet me hap panoramën që ti ke kështu. Ta ambient lightin me dash se fik apo jo? Po llogaris kur ti ai Bobi
Tu ik për në rrugë gjatë, ata me afut gjumë, me fik do me thonë. Audion e ka super kjo, për se përvejmë do të se na e blokojnë video, se do këshim vu na plan. Normal kjo vetëm për 2 veta është bo, se nuk është fugon linje, po shumë mjetë. Edhe versioni facelift, se është se ka shumë dallime, ka thjesht to që kontrollo sendilin, i ka këtu të dera, nuk i ka këtu poshtë ku i ka kjo. Edhe në shpejtësi të lartë nuk njihet fare, edhe me këto rrugët tona prap nuk njihet fare. Shumë makinë mirë. Këto kanë pas disa lloj update, është në 2015 tani patën boj update vogël mrena, se i ka pas sedilet me ngroje, i ka pas në ekran, ja patën bo me buton. Pastaj në 2017 e patën updateu ekranin, ja patën bo pak mod gjon, modeli të ri. Pastaj në 2018 është bo si që ka kjo, i ndrune stopat e patën bo ka gjanë ndryshime. Po të parat kanë qenë edhe pas start stop, në 2015 i bo me start stop që i bo në Euro 6. Kanë pas edhe versionin L, atë janë goxha më të rrallë, kanë pak më shumë vend mrapa. Po si opsione, kjo të gjitha i ka, qarë ka edhe ajo L-ja, i ka edhe kjo kreta. Edhe body roll, normal do keti qikë se është gjithë kjo makinë në përkthesa, po jo shumë fare. Po Range Roveri me modelin e ri që i ka rrit edhe çmimet, ka shku direkt të konkuru gati me çmime me versionin më full size Bentley Bentayga bë. Kjo për arsye se justifikojnë veten. Kur doli i riu ka qenë me pre-ordera, kanë qenë gjitha të rezervume, janë shit over sticker mbi çmimin standard kreta. Falenderoj çunat e Auto Enos, do bëjmë makina të tjera këtu se i kanë ca mjete të mira. Nëse keni plan me blerë Range Rover, mos u stepni për këtyne llafeve. Do me thonë, to që e kritikojnë kot. Sepse kësaj skeqa di thush. Se cilit, inshallah e bje mundësia ma e provu, se tash nuk janë bo dhe aq shtrenjta. Tash versioni si pra kësaj, normal që dhjetë më shtrenjt, po nuk është e thonë ta kena gjithë CV autobiografi, po prap, me opsionet duhet me e pas. Paktën me ftoje, me masazh, duhet i kesh. Se është Range Rover, se më ta kesh ti pa pik opcioni, edhe thush kam Range Rover. Merreni aty, merreni tamam siç duhet, mirëmbajeni, edhe shijojeni se kjo makinë është për të shiju. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat. Nëse s'keni bërë subscribe, bëni, shifni videon e radhës.